Indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit që mat rritjen e çmimeve sipas metodologjisë së Agjencisë Europiane të Statistikave në muajin shkurt të këtij viti regjistrohet në 2.5%. Nga ana tjetër, inflacioni sipas Instat për të njëjtën periudhë fiksohet në të njëjtën normë. Të dhënat zyrtare tregojnë se inflacioni mesatar në Europë llogaritet në 2.1% dhe Shqipëria shihet e pozicionuar mbi këtë kufi për muajin e dytë të vitit, që do të thotë se aktualisht çmimet në vendin tonë janë më të larta se mesatari europiane. Ndërkohë, nga ana tjetër, vendet me normën më të lartë të çmimeve në Europë për gjatë shkurtit të këtij viti janë Rumania me 8.3%, Kosova me 5.8%, Gjeorgjia me 5% dhe Islanda me 4.7%. Nëse analizojmë rritjen e çmimeve sipas vendeve të rajonit, shifrat tregojnë se Shqipëria pozicionohet relativisht mirë krahasuar me disa nga fshihet në rajon, përfshirë dhe Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, por nga ana tjetër, vendi ynë ka një inflacion më të lartë se disa vende si Gjermania, Franca dhe Italia. Ndërkohë, nëse flasim për ndryshimin vjetor të grupeve, shohim se rritja më e madhe e çmimeve u regjistrua në grupin argëtim dhe kulturë me 9.7%, pasuar nga grupet kujdes personal me 3.3%, sigurime dhe shërbime financiare me 3% dhe pije alkolike, duhane, qera, ujë, energji elektrike me 2.7% secili. Po ashtu edhe grupi mobilje, pajisje shtëpie u rrit me 2.4% dhe ushqime, pije jo alkolike dhe shërbimi arsimor me 2.3% secili. Në publikimin e Instat thuhet gjithashtu se duke filluar nga shkurti 2026, indeksi i çmimeve të konsumit llogaritet sipas një klasifikimi të ri, ndërkohë periudha e referencës së indeksit është ndryshuar nga dhjetori i vitit 2020 në 2025.